Fshati Trebisht i Dibrës ka dhënë alarmin SOS. 2 helikopterë mëngjesin e së enjtës janë nisur për atje. Në njërin prej tyre udhtojmë ne. Nisja nga varga u bën orën 11:20. Komandanti më tha se për të shkuar deri në fshatin Trebisht duhen gati 30 minuta. Në orën 11:50 kemi mbërritur në fshatin Trebisht. Banorët e kësaj zone kanë dalë në pikën më të afërt për të pritur ndihmat e ardhura nga rezervat e shtetit. Banorët e fshatit Trebisht, sot ju erdhën ushqimet e para, sa ato keni qeni të izoluar? Ka 2 javë që jemi të izoluar dhe 7 ditë pa drita jemi. Pa drita? Po, edhe i bëjmë apel shtetit shqiptar. Në qoftë se do sjellin ndihmë, le të sjellin ndihmë tamam. Në qoftë se për 3500 banor nuk mjafton kjo ndihmë. Prandaj le të mos na padën ndaj nga Tirana. Zoti Sali Berisha duhet të di që këtu ka 3500 banor dhe kjo ndihmë nuk është e mjaftueshme për këtë zonë këtu që jemi neve këtu. Sa ta herë që ju kanë cilë ndihma, ju kanë cilë më përpara ndihma? Vetëm njerë para 5 viteve, dhe asnjëherë tjetër jo, ndihmë s'kemi, rrugët janë të bllokuara, prandaj i bëjmë apel shtetit shqiptar të na ndihmojë në çdo kusht. Për ndryshe ju faleminderit shumë. Në shtëpinë tuaj, sa familjar ke? 18 veta. Si kanë qenë këto ditë për ju, keni qenë të izoluar? Luft të gjeta, nuk kemi as qetaj. Komplet jemi izoluar, ka bora. Pa dritë rrim. Ushqimet kanë qenë të mjaftueshme? Jo, nuk kanë sjell. Tash jemi neve ka ke zoti. Ku do na sjellin? Sa vjeç je ti? 11. A shkon në shkollë? Po. Shkolla është e bllokuar apo ke shkuar këtë ditë? Jo, nuk kam shkuar, është e bllokuar. Sa ditë po bën që nuk e shkuar? Një javë, 2 javë. Ka qenë shumë ftohtë, me çfarë bëni në shtëpi, me si ngroheni? Se ngrohem me dru. Po me shokët ku luan? Nuk luajnë me shokët, shkolla është bllokuar. Ti ke keni qiritur një këtu? Në Trebisht. Si me të atyre ka pasur ti nuk ka një? Si çfarë rada, jo? A keni me çfarë ushqeheni? Atere? Tani, për momentin. Sa herë ju ndohë ta bëni këtë rrugë të tillë nga Tirana deri në Trebisht? Për këtë emergjencë. Besoj 5-7 herë. Kjo zonë ka qenë më përpara izoluar në këtë mënyrë? Në ka bërë herë tjera. Nuk është e parë. Si ka qenë udhëtimi, sepse herë pas here pa mjekun? Po, kjo a patur erë të mjeku, po me një të kemi të shkuar për të ardhë dhe i këmë. Do bën një rrugë të tjera sot? Po, të vazhdojmë të i sa të nërësora. Të njëllë makarona ushqimet bacëve në atë për fati Trebisht. Po bëti udhëtimi parë një largurmi nga Trebisht të këtër në Tiranë. Kemi lënë pas komunën e Trebishtit, një nga komunat më të izoluara dhe u rikthyem në Tiranë. U deshën më shumë se një orë për të kryer të gjithë këto udhtim për të çuar ndihmë atyre zonave të bllokuara. Një tjetër helikopter i forcave ajrore po niset për një tjetër emergjencë.